Rubrika jonë Bëj e ve do t'ju sjelli tani dy kombinime të fuqishme për një super hidratim të lëkurës dhe të flokëve, si gjithmonë me Stella Nikollën. Mirë se erdhe, kënaqësi që je këtu. Si gjithmonë dhe për mua një kënaqësi, mezi pres të vi kjo dita, sepse kam shumë mikesha që më shkruajnë, çfarë do bëjmë kësaj here, çfarë do bëjmë kësaj here. Çfarë do t'ju tregojmë sot? Dhe ja ku jemi në periudhën e pranverës, po afrohet vera, kështu që nuk mund të mungonte tani ne në jug i themi sallatori, por që është kastraveci. Ose trangulli. Përbërësi kryesori i recetave të sotme të lëkurës. Po. Kështu që mos u mbasim kohë, fillojmë direkt me recetën për lëkurën dhe për flokët. Çfarë do të përgatisim me trangullin e sotëm? Marrim një kastravec, e presim në feta të vogla, të holla, mundësisht sa më shumë të holla, dhe këto do t'i lëmë që të qetësohen. Do t'i vendosim në një kështu letër fure dhe mund t'i lëmë një 3-4 ditë, që ato të dehidratohen vetë, sepse ne e dim që kastraveci ka shumë lagështirë, ka shumë ujë, ka 96% ujë. Na hidraton së brendshmi, po imagjino edhe për së jashtë. Dhe e mira e kastravecit është që të largon atë skuqen, sidomos në periudhën e verës, njerë, kur vim nga plazhi, kastraveci është numër 1. Kështu që ky është hapi parë, pa i kemi farpa. Ose në qoftë se nuk kemi kohë, ose nuk kemi haruar t'i lëmë 3-4 ditë, thjesht i vendosim pak në furrë, po me një temperaturë shumë të ulët, te 40 gradë. Si që vepruam ne sot, pra i kemi farë. Kastravecët, hapi parë i presim në disqe dhe hapi dytë i thajmë. Atëherë, si që kemi kështu, i marrim një nga një dhe i vendosim në një kavanoz. Kavanozi duhet jetë shumë i pastër, duhet jetë gati steril. Ne i futim një të zjerë aty në një tenxhere me ujë, e thajmë dhe vendosim në të kastraveca. I vendosim të gjitha dhe po përgatisim vajin me kastravec. Tani, si që vendosim të gjitha këtu, do hedhim vajin. Unë preferoj të them të drejtën përdor vaj ulliri. Ku ka më mirë si vaj ullirit që ne kemi të shkëlqyer. Më i zakonshmi. Dikush tjetër që dëshiron, mund të përdor vaj kokosi. Vendosim të gjitha kastravecat. Në base një nga një na merr dhe kokë, kështu janë tharë paksa. Mund të përdorim vaj kokosi, vaj bajame, çfarë të kemi në shtëpi. Rëndësi ka që të jetë vaj. Mund të gërshetohen 2 lloje vajrash për shembull me njëra tjetrën. Unë do preferoja që të vendosim një vaj, sepse secili nga vajrat ka vetitë e veta. Bukur fort. Këtë kavanoz të mbuluar me vaj, ndoshta do të ishte pak më tepër dhe prandaj ishte edhe zgjedhja jote me kastraveca po se vura në këtë pjesë. Këtë kavanoz me kastraveca dhe vaj, kështu siç e kemi, do ta lëmë në një ambient pak të errët dhe do ta lëmë një 3-4 javë do. Kështu që duhet i kushtojmë pak kohë. Po të fillojmë që tani deri në verë... Po në qoftë se ne nuk kemi kohë dhe nuk kemi durim dhe duam ato efektet tona, mund ta përdorim, mund ta bëjmë në banjo mari. E vendosim, besoj edhe mikeshat tona e din shumë mirë si bëhet banjo mari, në një ujë të ngrohtë, me 40 gradë, vetëm duhet kemi kujdes që dhe duhet lënë gati 3 orë. Gjatë kësaj kohe fillon dhe avullon dhe krijohet tamam ai precipitati, atë që ne duam vajin e kastravecit. Siç tham, në 40 gradë, 3-4 orë dhe duhet kemi kujdes se mos na avullon uji që është i banjomaris, edhe vaj, në qoftë se avullon më shumë, duhet të shtojmë pak na pak. Derisa të kaloj ai 3 orë. E përdorim më pas në lëkurë edhe në flokë. Ato e përdorim në lëkurë, në flokë. Vjen aroma e kastravecit, mbeshme u vajnë ulliri. Përveç sa asaj që mua më pëlqen si aromë, se më tregon atë aromën e pranverës, edhe kur i kisha lënë, këto kastravecat të thaheshin në shtëpi, goca atë më tha, mami, era verë vinë, më duket kohë e plazhit. Kështu që edhe aromatizojmë shtëpinë. Bukur fort. Ja një mënyrë pra, se unë kam filluar me recetën tjetër për shkak të minutave, një mënyrë për të përdorur vajin e kastravecit. Tani, kastraveci në vaj për flokët dhe lëkurë.